Licencimi I guidave turistike si dhe mungesa e shërbimeve akomoduese duket se janë dy nga faktorët kryesorë që pengojnë zhvillimin e turizmit në Elbasan. Edhe pse ka shumë pika tërheqëse natyrore, qarku I Elbasanit nuk ka arritur ende të jetë në nivelet e ofrimit të një turizmi të mirëfillt. Ky shqetësim u ngrit nga prefekti I qarkut në një mbledhje me specialistët e fushës të 7 bashkive, por gjithashtu edhe drejtues të policisë dhe operator turistik. Nga një studim që unë kam bërë dikur, janë rreth 8 qendra të vogla brenda në Kala, të cilat janë vetëm për dalë ke guri I shtëpisë për pi një kafe. Edhe bëjnë ato të lagjës aty, gallat njëri tjetrin, dhe nuk ka një qasje që të ketë një guid që t'i orientoj njerëzit që mos I shohin Kalan vetëm nga muret jashtë, okej, mos vjen vetëm ke Real Scampis, që është një nga burët e çmuar turizmit shqiptar, po të futen brenda asaj, të shikojnë çfarë ka në këto objekt kaq të rëndësishëm. Drejtori I administratës së zonave të mbrojtura u shpreh se një nga pikat më tërheqëse turistike është parku kombëtar I Shebenik Jabllanicës, I cili në vetëm 5 muaj është vizituar nga rreth 126.000 turistë, por probleme edhe këtu janë guidat. Shumë guida që udhëheqin nëpër zonat tona, se kjo është një nga masat që duhet marrim neve, janë pa licencuar, pa njohura, I çojnë turistët kudo, duke mos mbrojtur, duke dëmtuar edhe habitatet të cilat janë të rrezikuara sipas listës UNESCO-s dhe të Natura 2000, po ashtu rrezikojnë dhe jetën e turistëve dhe vizitorëve. Për operatorët turistik, dy pika janë thelbësore për zhvillimin e turizmit. E para fare na duhet një plan I mirëfillt për zhvillimin e turizmit, se nuk ka sot. Unë nuk di të gjeni informacion ose material që suportoj, le themi, zhvillimin e turizmit ose çfarë do të ndodhi në vitet e ardhshme. E dyta që ka lidhje gjithashtu me turizmin është se pjesa e edukimit profesional është themelore. Drejtuesit e institucioneve të tjera ngritën shqetësimin për sigurinë ushqimore dhe mbarvajtjen e trafikut gjatë fluksit, duke kërkuar një bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve vendore.